Prej kohësh qendra shëndetësore e lagjes Pavarësia qëndron e izoluar, e ndodhur fare pranë qendrës së qytetit në krah të stadiumit flamurtari, mundësia për të shkuar drejt kësaj qendre është e pakët. Rruga e rënuar, për më saktësisht shtegu që të çon për atje përmbytet në ujë. Gropat e shtrira për gjatë gjithë gjatësisë së aksit bëjnë kalimin e pacientëve thuajse të pamundur. Kur rreshtet janë të dendura, vështirësohet kalimi edhe me automjete. Mjafton të kujtojmë sezonin e kaluar të rreshjeve kur transporti pacient bëhej me ambulanca pasi kalimi ishte i pamundur, por ky nuk është i vetmi shqetësim. Godina e qendrës shëndetësore rrezikon seriozisht rënimin. Lagështira e qartë mureve të saj ka nxjerrë 2 prej zyrave të mjekëve jo funksionale. Dhomat afër hyrjes së godinës tashmë nuk përdoren, pasi sapo nisin rreshjet e para, këto ambiente përmbyten. Për mjekët e punonjës të tjerë të qendrës shëndetësore, situata paraqitet e tillë prej shumë kohësh, ndërsa u duhet t'ju shërbejnë pacientëve në kushte të tilla. Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i godinave të qendrave shëndetësore, por edhe infrastruktura rrugore janë kompetenca të Bashkisë së Vlorës, administrata e së cilës frekuenton stadiumin, por jo zonat përreth. E kështu historia nisë përsëritet çdo vit, ndërsa nuk do të jetë e largët koha e rënimit të kësaj godine, e cila nëse nuk rikonstruktohet në kohë, do ta rënojë lagështira.